Prokuroria Publike ka ngritur akt akuz kundër ish-drejtorit të higjienës komunale Sabahudin Rustemi dhe udhëheqësit për menaxhim me mbeturina Haki Saiti për veprën penale rrezikim të ambientit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Sipas prokurorisë, të akuzuarit gjatë muajit tetor të këtij viti, me lëshime serioze në mbikëqyrjen dhe menaxhimin e mbeturinave komunale, kanë lejuar një gjendje e cila ka mundur të shkaktojë dëmtim të sipërfaqes, ajrit dhe ujit, si dhe rrezik mbi shëndetin e njerëzve. I akuzuari i parë ushtrues detyre drejtori ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup ka vepruar në kundërshtim të statutit të ndërmarrjes, ligjit për aktivitete komunale dhe nuk ka zbatuar vendimet dhe konkluzionet e bordit drejtues. Nuk është kujdesur për zbatimin e politikave të punës së ndërmarrjes, nuk ka kryer punën dhe obligimet e tij të punës, nuk ka ndjekur dhe nuk e ka analizuar kryerjen e planeve dhe nuk ka siguruar masa për mbrojtje të ambientit jetësor. Rustemi bashkë me të akuzuarin e dytë me vetdije kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për ambient jetësor dhe nuk kanë zbatuar planet dhe programin për menaxhim me mbeturinat komunale në qytetin e Shkupit. Të njëjtit kanë mundësuar të krijohen deponi në vende të ndryshme, kryesisht afër kontejnereve. Prokurori publik ka propozuar që masa e paraburgimit u zëvendësohet me masën e kujdesit, ndalesë për lëshimin e vendbanimit, obligim të paraqiten përkohësisht në gjykatë dhe konfiskim të përkohshëm të pasaportës dhe letënjoftimit. Për të akuzuarin e dytë, prokuroria ka kërkuar që të largohet nga puna.